Përshëndetje, ky është mësimi 19 për sot dhe do të mësojmë diçka rreth skedarit layout. Pra, nëse duam të printojmë një dokument, siç kemi për shembull këtë vend këtë tabelën tonë, kemi bërë ca llogaritje dhe duam që ta printojmë në një fletë. Dhe për të bërë printimin do shkëndojmë ca rregullime përpara. Atëherë, për të bërë rregullimet e duhura, na vjen mendim tham skedari page layout dhe pikërisht margins dhe page orientation. Shkojmë te margins dhe kemi disa modele. Pra, margins janë hapësira rreth fletës, hapësira që nuk shkruhet përmbajtja e materialit tonë brenda atyre kufijve. Pra, është kjo hapësira rreth. Kjo tabela jonë do të na printohet brenda saj këtu, nësa kjo hapësira rreth nuk shkruhet gjatë, printohet fletë e barë. Vetëm të koka bëhet printimi dhe në fund. Header and footer, nëse shkruajmë numrin e fletëve sipër ose poshtë, datën ose ndonjë përshkrim tjetër. Atëherë kemi tre formate që na jep programi. Programi na jep normal, që është normalisht me 0.75, hapësira sipër në të majt 0.7, koka ose header 0.3, bottom fund 0.75 kjo këtu, right 0.7 dhe footer pjesa këtu poshtë 0.3, që është brenda bottom. Edhe header është brenda top 0.3, po është brenda përfshirë brenda saj. Pra, na jep formatin normal, na jep wide me margins të gjana, pra me hapësira rreth fletës të gjana, dhe narrow me hapësira më të ngushta, pra shfrytëzon më tepër fletën. Nëse duam që t'i rregullojmë dhe kemi këtë funit last custom settings dhe jep me yll. Kjo ka ardhur si rezultat i dhëna që kam formatuar sipas dëshirës, e kam kërkuar me margins me gjana, e kam dhe 1.5 për hapësira më të mëdha rreth fletës punë që të printohet. Shohim që se të custom, tu kemi parent page, orientimi që mund t'jetë në formë portreti ose landscape që shkruhet me të gjerë fleta nga pra nuk shkruhet në pozicion vertikal, po në pozicion horizontal na printohen dhënat. Gjithashtu kemi margins që i ndryshojmë dhënat, ndryshojmë top, pra pjesën e sipër me pjesën e majt, i rrisim, i zvoglojmë sipas dëshirës ose i ndryshojmë me këtë shigjetën sipër rrisim vlerët, me shigjetën poshtë i ulëm. Bottom i shtojmë, i zbresim sipas dëshirës, header, footer, header, i zvoglojmë dhe kemi njëkohësisht edhe horizontally që pjesën e shkrimit ton na rregullon në pozicion nëse klikojmë në pozicion horizontal. Pra nëse është spostuar me majtë se sjell pak me djathtas këtë shkrimin këtu. Tabelën tonë ja e spostoj me djathtas. Dhe pozicioni vertikal është na sjell poshtë në qendër. Nëse klikojmë, ja ku na solli këtu. Këtu kemi print dhe print preview para printimit nëse i klikojmë. Nëse klikojmë print preview, urdhra si na paraqiti fletën tonë, pra na ka ndarë në dy pjesë, pra dhe na ndaj gjysmën e tabelës në një fletë, gjysmën në një fletë tjetër. Ne nuk na intereson kjo, sepse kjo na nxjerr probleme, nuk e printon materialin tonë siç duhet, dhe sapo klikova print preview, mu më nxori kufit e fletës, konturët që janë të me pikë prerje këto, që duken me këto vjetë ndërprera,
Pra tregon se fleta ime është një format A4 që është formati kryesor që ka të regjistruar programi në pozicionin vertikal. Nëse duam të ndryshojmë pozicionin, do shkojmë te Page Orientation dhe Landscape dhe vëmë re që e ndryshoj, pra na kthej fletën në pozicion horizontal. E po ta shihni, u zgjerua dhe është pak më e shkurtër fleta. Pra, nëse ne kemi tabela të gjëra, do na nevojitet që ta kthejmë në pozicionin horizontal që të përfshijmë dhënat tona. Dhe për të përfshirë dhënat tona brenda këtyre kontureve, klikojmë këtu që t'i mbledhim pak dhe me të parë në fut gjithë materiali jonë brenda kontureve. Dhe nëse klikojmë një print preview, që do shkojmë tek page setup, do kemi print preview dhe shohim që materiali jonë e fut brenda fletës, është e gatshëm për printim. Pra japim print, një kopi, 2, sa të duam dhe e printojmë materialin. Unë s'po printoj, kthehemi përsëri mbrapsht dhe vazhdojmë me margins. Shkojmë te custom, kemi edhe header and footer që mund ta fusim nëpërmjet kësaj tabele margins. Nëpërmjet kësaj tabele, nëse klikojmë custom header, e kemi mësuar në mësimet para tek insert që mund të fusim në secilin prej seksione që klikojmë, mund të fusim gjithë të dhënat e tabelave këtu. Pra, kjo nëse çojmë mausin aty do na nxjerrë format text, një text, një insert number, page number, insert number of pages, kjo fut numrin e fletën, nëse janë 10 fut 10, kjo fut nga 1 deri në 10 automatikisht çdo fletë. Këtu fusim datën, orën, time, insert file path, insert file name, mrl, insert name, sheet name, picture, format picture, pra të cilën do prej tyre fusim të dhënat. Nëse klikojmë këtu, do fusim number page, do na nxjerrë numrin e fletëve në të majt, pra në pozicionin diku këtu. Nëse klikojmë këtu, fusim ose këtu për shembull fusim datën, fusim kohën, do na nxjerrë automatikisht. Klikojmë OK dhe ja ku na futi datën edhe kohën në mënyrë automatike. Pra, fleta jonë e punës është e gati për të printuar. Besoj që për nivelin fillestar është e mjaftueshme. Me kaq ju përshëndes dhe miru takofshin në mësimet e ardhshme.